Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Në nisje të programit do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës së sotme, kur Rusia nuk ka ndalur sulmet brutale ndaj civilëve në Ukrainë. Rasti më i fundit ishte i goditjeve me raketa dhe dronë në rajonin e Donetskut dhe pranë Slovianskut, atje ku si pasojë e këtij sulmi humbi jetën një grua, ndërkohë që mbeti e vrarë edhe vajza e saj 11 vjeçare. Në bilancin tragjik të këtij sulmi të kryer nga ana e Rusisë, 14 persona të tjerë mbetën të plagosur, ndërkohë pamjet e publikuara nga shërbimet e emergjencave civile të Ukrainës kanë treguar kështu edhe mbetjet e raketave dhe dronëve të rusë, të cilët goditën zonën e banuar me civil, duke treguar edhe shkatrimin në masë që ka ndodhur jo vetëm në rrugë, por gjithashtu edhe në ndërtesat e banimit. Nga ana tjetër, Moskva pretendon se po vijon avancimin e saj territorial në rajonin e Zaporizhjas. Pretendimi më i fundit i Moskës është se ato kanë arritur të pushtojnë fshatin Zalezhnjin, i cili është një fshat që përpara nisjes së luftës në vitin 2022 banohej nga 1053 banor. Zhvillimet më të fundit nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga pala ukrainase, siç ndodh, le të themi, në mënyrë natyrale dhe të qartë, pasi Kievi nuk i pranon menjëherë humbjet në frontin e betejës. Megjithatë, duket se kjo është një tjetër strategji e Vladimir Putin për të risjellë shpërhapjen e frontit betejës dhe për të krijuar shpërqendrim tek trupat ukrainase me orientimin e tij drejt jugut të këtij vendi për të arritur më pas edhe drejt Odesës, ku do të bllokonte dalje në detin e Zi, siç thash edhe një ditë më parë sa i përket kësaj strategjie. Moskva kërkon të tregojë me çdo kusht se ka një superioritet ushtarak sa i përket armatimeve kundër Ukrainës, e cila po ndihmohet nga 10 aleat perëndimor. Shpikja më e fundit e Moskës, sipas tyre, ndihmon që të rrëzojë të gjithë dronët e hedhur nga Rusia, të cilët duhet thënë se janë kthyer në një kërcënim real për pikërisht Moskën, por edhe qytetet të tjera të vendit. E publikuar nga media shtetërore ruse, kjo pajisje që shihni në ekran gjan si një mini tank i blinduar, i cili ka në të katërta anët e tij, por edhe në kryet të tij një formë helike, e cila është ndërtuar me tel bakri elastik, i cili sipas Kremlinit në momentin që vihet në funksion me motorët e tyre rrotullues, arrin që të ndalojë dronët e hedhur nga pikërisht Ukraina, duke mos lejuar ato të godasin objektivat civil. Por menjëherë video e publikuar shkaktoi polemikat mëdha në rrjetet sociale, kur u fol për mundësinë që kjo pajisje nuk mund të bënte, le të themi, një përparim të rëndësishëm në ndarjen e dronëve të Ukrainës kur bëhet fjalë për goditjen e ndërtesave shumë katëshe, por edhe në aspektin kur këta dronë do të godisnin tokën, shpejtësia e tyre është marramendse dhe sigurisht që kjo pajisje nuk mund të ketë kapacitetin për të, le të themi, parandaluar sulmet të cilat do të vinin nga ana e Ukrainës për Rusinë. Zhvendosemi në tjerë informacione, duke mbetur sërish në Europë për të folur tashmë për geopolitik. Një sondazh realizuar së fundmi ka treguar se 2/3 e amerikanëve mendojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kërcënim për paqen globale. Sipas një instituti i cili ka një qendër për strategjinë dhe leadershipin e lartë, 65% e qytetarëve të anketuar e përmendën Shtetet e Bashkuara të Amerikës midis vendeve që paraqisin rrezikun më të madh për paqen globale. Të dhënat e tjera të sondazhit kanë treguar sa i përket partnerëve të cilat gjermanët mund t'ju besojnë, ku është Franca me 78%, Britania e Bashkuar 74%, Ukraina 40%, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm 15% dhe Rusia me 9% të gjermanëve të cilët i besojnë këta vende si aleat të tyre, duke treguar kështu edhe një thyrje në rendin botror, por edhe në besimin e qytetarëve sa i përket të gjitha dinamikave gjeopolitike që kanë shënjuar atë që quhet sot nga mediat ndërkombëtare një rend i ri botror. Vendosemi me informacionet tona drejt lindjes mesme për shkallëzohen tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pamjet satelitore që po shihni në këtë moment në ekran vijnë nga baza ushtarake më e madhe amerikane në lindjen e mesme Al Udeid në Katar. Të pamjet të cilat po tregoj aktualisht në moment në ekran kanë treguar vendosjen e kamionëve të cilët janë të aftë të mbajnë raketat Patriot, sisteme këto të mbrojtjes ajrore, por edhe të kundër sulmit, të cilat janë vendosur në gatishmëri me këto raketa që janë tashmë gati për të qelluar apo për të interceptuar raketat e Iranit, të cilat mund të vinë drejt tyre. Një tjetër pamje satelitore ka treguar më gjërësisht vendosjen e këtyre sistemeve, i cila vjen pikërisht në këto shigjeta të cilat shohim të ngritura lart, që janë vendosja e kamionëve dhe sistemeve mbajtëse për raketat Patriot të rëndësishme për mbrojtjen ajrore të Shteteve të
Bashkuara, por edhe jetike për aleatët e saj, sa i përket të gjitha zhvillimeve që vinë nga lindja e mesme me Trump që ka kërcënuar me luftë kundër Iranit. Ishte ky një pasqyrimi të gjitha zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Ne do të ndalemi mbrëmjen e sotme në program për të diskutuar strategjinë e konferencës së sigurisë së Munihut dhe gjithashtu për të diskutuar edhe deklaratën e Emmanuel Macron, i cili thotë se Europa do duhet zgjohet pasi Trump kërkon shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Dhe të politikës së shkatrimit, ku asnjë lider ndërkombëtar nuk po përpiqet që të reformojë dhe të ndjek polemikat apo politikat reformiste, duke sjellë kështu një përmirësim dhe përshtatje me realitet të ri gjeopolitik, por edhe global. Janë këto përfundimet kryesore të raportit të sigurisë, konferencës së sigurisë së Munihut, të cilat duhet të thënë se kanë tronditur mbar botën, teksa në terma realistik flitet për përshkëllëzimin e marrëdhënieve transatlantike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës, si dhe nevojat ushtarake. Për këtë do të diskutojmë mbrëmjen e sotme në program dhe mbashkohen me mua sonte është profesori asociuar i çështjeve të sigurisë, zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, më mbrëma, faleminderit që jeni në program. Ndërkohë, në një komunikim të drejtë për drejtë nga Estonia, kam kolonel Çlirim Tocin. Zoti Tocin, më mbrëma, faleminderit që jeni në mbrëmjen e sotme në War Report. Me mbrëma e faleminderit ju për ftesën. E nisim së bashku një raport i cili duket se tregon në gjuhë të qartë se çfarë po ndodh me Europën e shekullit të 21 dhe mbi gjitha me Europën e vitit 2026, duke marrë parasysh se kanë kaluar vetëm 40 ditë nga nisja e këtij viti, por kanë qenë si më shumë se 6 muaj duke përfshirë këtu tensionet me Iranin, çështjen e Groenlandës, fjalimin e Donald Trump në forumin e Davosit dhe përgjegjësimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetë kontinentit europian. Çfarë janë këto politika shkatruese për të cilat flet ky raport dhe ku po e çojnë liderët botror sot botën? Po, është e vërtetë që nga 1 janari deri në ditën e sotme që ne po flasim së bashku, bota ka përjetuar një sër ngjarje shumë të mëdha, shumë dinamike, me shumë ndikim në çështjet e sigurisë, sidomos të sigurisë së Europës apo edhe të vendeve të lindjes mesme. Ju pak më parë përmendë për konferencën e sigurisë së Munihut, e cila ka prodhuar një raport që në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë thotë që bota po shkon në një farë mënyre drejt një politike shkatrimtare. Tani nuk kemi më një botë, siç e kemi mësuar ta shohim, pra një botë e cila është ndërtuar gjithmonë atë në binaret e asaj që ne e njohim si diplomacia e klasike ose diplomacia kombëtare që vendet kanë përdorur ndërmjet njëra tjetrës. Ne sot kemi një botë tjetër ndryshe. Është një botë ku shohim që vendet përdorin presionin, përdorin forcën, por edhe dhunën për të arritur objektivat e tyre strategjike. Kjo do të thotë që ne duhet të mësohemi me një botë tjetër. Pra nuk do të kemi më një botë ku vendet bashkëpunojnë dhe në bazë të bashkëpunimit të tyre ata mundohen të zhvillohen dhe të çojnë ekonomitë e tyre përpara. Pra sot bota ka ndryshuar dhe nuk duhet të përgatitemi për këtë në mënyrë që të përballojmë këto ndryshime gjeopolitike që kanë ndodhur. Dhe së pari i del për detyrë vendeve të europiane, sidomos vendeve anëtare europiane anëtare të NATO-s, duke përfshirë edhe Kanadan, që duhet të mendojnë më shumë për veten e tyre, për të bërë vende të fuqishme, jo vetëm ekonomikisht, por politikisht dhe ushtarakisht. Kur them politikisht, bëhet fjalë për procesin e vendimmarrjes. Dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vend i fuqishëm dhe me një vendimmarrje shumë të konsoliduar dhe vendet europiane nuk qëndrojnë në këtë nivel. Ata duhet të investojnë në këtë fushë në mënyrë që të bëhen një aktor dhe lojtar për të mundësuar jo vetëm kufi të sigurt për vendet anëtare evropiane të NATO-s, por edhe për të qenë një rol, për të pasur një rol sa më të fortë në sigurinë globale. E qartë, kolonel. Ndërkohë, profesor Çala, shohim një Europë e cila, le të themi, është tronditur në vitin e fundit dhe dua të rikujtoj se kjo tronditje nisi pikërisht në fjalimin e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance përgjatë konferencës së sigurisë së Munihut ditën e shkuar, ku i tregoi Europës se çfarë vlerash ka ndjekur në vitet e fundit, duke i treguar se vlerat që ajo ndjek nuk janë të ngjashme me ato që po ndjekin aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është motoja e administratës së re të Donald Trump, duke parë të gjitha dinamikat në Europë, për qa dhe sundo?
Faktikisht fjala që majti zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos shprehja e tij që ne dhe ju nuk ndajmë vlera të përbashkëta ishte shumë domethënëse dhe tregoi gjithë këto zhvillime tjera më pas, domethënë. Ato tregoi atë që u përshkruan në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, atë që u përshkruan në strategjinë e mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Raporti që ju cituat, raporti për konferencën e Muniut, është një autopsi e gjendjes së sotme të rendit botror, të rendit global, e gjendjes në cilën ndodhemi. Dhe vetë perceptimi apo definimi nga ana këtij raporti që është në fazë shkatrimi ose shkatrimtare është shumë domethënëse, domethënë. Pra, rendi botror zakonisht synohet që të lëviz apo të ndryshojë avash avash, është një kompozim ose është një kontribut i shumë aktorëve, nuk është jo vetëm një aktor ose dy aktorë, po është një kontribut i shumë aktorëve në ndryshimi i rendit botror. Por kjo ardha e presidentit Trump e përshpejtoi, nuk ishte faktori kryesor, por e përshpejtoi me atë objektivin e tij që në kohën e fushatës elektorale që është Amerika e para, pra Amerika do të luftojë me gjitha mjetet dhe mënyrat që të vazhdojë të jetë në krye të domethënë jo si garantuese, po të jetë shteti më i fuqishëm, që Shtetet Bashkuara të Amerikës të jenë shteti më i fuqishëm ekonomikisht, ushtarakisht dhe të mbrojnë hapur interesat e tyre. Në atë konferencë u tha hapur edhe u shpalosën hapur koncepti transaksional i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nuk kam Europa tashmë i mori gjitha mesazhet që ju duhet mbroni veten, ju domethënë ose nëse doni të ju mbrojmë duhet paguani. Pra ky është koncepti thelbi i kësaj. Europa tashmë duhet ta kuptojë këtë dhe e ka kuptuar por është pak e vonuar gjithsesi po përpiqet të arrijë ritmin e kohës. Problemi i konceptit të shkatrimit në këtë rast është domethënë delegjitimimi i institucioneve. Pra, ka delegjitimim të institucioneve, fuqitë e mëdha po përpiqen të realizojnë program synimet e tyre duke delegitimuar institucione që deri më sot ka qenë garantët e kësaj sigurie. Dhe po përpiqen e para edhe procedurë, të shkelin çdo procedurë, pra mos përdorin këto struktura sigurie apo këto institucione të cilat deri për një periudhë që pas periudhës së luftës dytë botërore kanë funksionuar, patën disa riparime ose rregullime në përfundim të luftës së ftohtë, por përsëri nuk u shkatruan. Tashmë ka filluar politika e buldozerit, domethënë t'i vëmë gjitha përpara. Ky është termi që është përdorur pikërisht edhe në këtë raport. Por një pyetje tjetër pasi është shumë interesante. Ursula von der Leyen tha në forumin e Davosit se marrëdhëniet transatlantike kanë psuar jo vetëm një tronditje, por një lëkundje seizmike që tregon se gjërat nuk do të jenë kurrë më si më parë. Pllakat nuk do të përshtaten në të njëjtat mënyrë dhe nuk do të ketë më të njëjtën marrëdhënie që ka qenë të paktën në 80 vitet e fundit. Duke parë të gjitha këto zhvillime vinë në një kohë kur duket sikur për Amerikën në mesin e shqetësimeve tjera është harruar paksa Europa, të paktën në 3 mujorëshën e fundit. A pritet të ketë një tjetër kthes nga administrata amerikane, duke qenë se në forumin apo në konferencën e sigurisë që do të mbahet pikërisht duke nisur nga kjo e premte nuk vjen më J.D. Vance, por vjen Marco Rubio, një figurë pak më e balancuar. Po unë mendoj që Shtetet Bashkuara nuk kanë gjë me Europën. Europën e duan, shtetet veçanta i duan, nuk duan Bashkimin Evropian si strukturë, sepse Bashkimi Evropian është një strukturë mbi nacionale. Në konceptin e Trumpit dhe të entourazhit e tij nuk është mbështetje për këto, nga ana tjetër, Bashkimi Evropian është ai që mbështet sidomos demokracitë liberale, mbështet liberalizmin, mbështet rendin të bazuar në norma dhe në rregulla. Pra, këto nuk i shkojnë për shtat politikës të Trumpit, sepse ai mendon që nëse do të zbatojë bile dhe nëse ka pas zëra që brenda administratës Trump që ne me këto struktura, me organizatat e Kombeve Bashkuara nuk mund të realizojmë do të qëllimet tona që Amerika është e para. Për ne ka pasur zëra dhe për transformim dhe gjitha përpjekjet që u bën edhe me bordin e paqes e me gjitha janë në funksion, pra asgjë nuk ka qenë e hedhur kot edhe në atë konferencën e sigurisë të Muniut. Nuk ka qenë çdo gjë është zbërthyer me pas. Të gjitha dinamizmat që kanë kërkuar dhe në një periudhë shumë të shkurtër. Kështu që kushdo të vijë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka më kthim mbrapa. Edhe këtë nuk është se solli Trump, kishte ardhur kohë të ndodhte kjo punë.
kisha ardhur koha sepse Europa ka shfrytzuar në maksimum mburojën amerikane dhe ka zhvilluar një politikë paqësore, ka rritur të ardhurat, ka shtuar investimet, ka shtuar shpenzimet për shtresat në nevoje tjerë, gjë për të cilat Shtetet Bashkuara të Amerikës janë detyruar të investojnë vetëm në fushën e mbrojtjes. Dhe të kenë investimet ndryshme. Ndërkohë, Kolonel Toci, rikthehem sërish tek ju për t'ju bërë një pyetje të drejtë për drejtë. Kam diskutuar në këtë studio me ekspertë të ndryshëm të ushtarak, por edhe geopolitik, faktin se si Europa në vitet e fundit nuk ishte kthyer më në një partner, le të themi, tërheqës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe një ndër pikat më të rëndësishme të raportit të konferencës së sigurisë së Munihut thoshte se Europa mori këtë vit mësimin e dhimbshëm se duhet jetë e pavarur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket mbrojtjes së saj dhe kapacitetit ushtarak. Çfarë pritet ndodh në të ardhmen? Do të kemi një Europë e cila do të jetë tunduese për Shtetet e Bashkuara duke u kthyer kështu në një partner të rëndësishëm për cilën Washingtoni ka nevojë, apo do të kemi një Europë e cila do të zgjedhë të ecë në një rrugë tërësisht të pavarur, duke ndryshuar kështu edhe arkitekturën e sigurisë? Unë do të filloj në aleancën ndërmjet Shtetit të Bashkuara të Amerikës ose në atë që u përmend në studio Bashkimit Evropian ose vendet europiane plus Kanadan që janë anëtarë të NATO-s. Nuk ka, përveç asaj që flitet në media, qoftë edhe konferenca e Munihut, apo kushdo lloj konferencë tjetër që flet për një çarje apo si një lëkundje apo ose një tërmet, to janë fjalë më shumë gazetareske për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe për të ndikuar në të. Unë thjesht në atë që kjo është mendimi, në atë që shoh dhe dëgjoj, nga kontributi amerikan në kontinentin evropian nuk ka ndryshuar as edhe një lloj centimetër i këtij kontributi. Nëse do të flasim në prezencat amerikane në kufit lindor të NATO-s, prezenca amerikane është ajo që ka qenë dje dhe nuk ka për të ndryshuar as nesër. Këtu ne duhet të jemi shumë të qartë në këtë që themi që nuk ka krisje dhe çarje, ka vetëm disa retorika politike. Dhe unë do të thosha që për ta kuptuar doktrinën Trump, doktrina Trump ka dy shtylla ku bazohet. Shtylla e parë është arritja e paqes nëpërmjet shtrëngimit dhe dhënia e ndihma që jep administrata Trump por edhe vendet e tjera të zhvillimit ekonomik për ta bërë Amerikën ajo që ju përmendët në studio Amerika e para. Dhe këto janë dy shtyllat e doktrinës Trump. Dhe një nga këto dy shtylla të doktrinës Trump ka një objektiv. Dhe arti i marrëveshjes, art of the deal, quhet në anglisht. Pra arti i rritjes marrëveshjes. Presidenti Trump e ka përdorur. E përdori me Groenlandën, e përdori do ta pushtoj Groenlandën. A do të ndodhë kjo? U fol shumë në media. Asnjëri nuk e besonte në ata që merren me çështjet e sigurisë dhe të strategjisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës një ditë do të ngriheshin dhe do të pushtonin një vend alat siç ishte Danimarka, ku ishte edhe Groenlandës. Pra nuk ndodhi. Kthehemi tek ajo që ju përmendëm më të drejtë. A duhet Europa të vërë gishtin kokës si son shqiptarët që duhet të marrë rolin që i takon? Po, Europa duhet marrë rolin që i takon. Është folur edhe më parë, nuk është vetëm presidenti Trump, kanë qenë dhe president të mëparshëm. Biles ka qenë presidenti Bill Clinton, i cili ka kërkuar Europës të investojë më shumë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, pra në forcat e saj të armatosura. U desh presidenti Trump në mbrëmjet politikës së shtrëngimit të detyronte vendet anëtare të NATO, sidomos vendet anëtare europiane të NATO-s për të rritur buxhetin e mbrojtjes. Pasi dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konceptin e tyre strategjik të miratuar në fillim të këtij viti ka vendosur disa prioritete. Dhe po ta shikoni që prioritetet janë lindja e largët, pra është Azia dhe paqësori. Pra ndryshojnë prioritetet. Dhe një tjetër prioritet që kjo strategji ka, pra nga 5 prioritete, unë përmenda një, nuk do të përmend të 3 tjera, por do të përmend një të rëndësishëm që lidhet me vendet europiane të NATO-s, është ndarja e përgjegjësive ose siç njihet në gjuhën angleze burden sharing. Pra lidhet me buxhetet e mbrojtjes. Kishim një vit kishim vende të mëdha, të cilët janë shumë të zhvilluara që shpenzonin për mbrojtjen diçka më shumë se 1%. Pra kjo është e pakonceptueshme. Spanja, Italia, NATO-s kanë shtuar. Po, pak të Italia, ti përmendim, po me emra, po mund t'i përmendim. Është Italia, ishte një duke gjithmonë duke argumentuar që opinioni publik është ai që ne nuk na lejon ta ngrejmë
të arrisim buxhetin e mbrojtjes. Dhe kjo dim që Italia është një nga 7 vendet më të fuqishme ekonomike në botë. Kemi Spanjën, pra është një vend tjetër, është Portugalia. Dikush mund të thotë rreziku që vendet e lindjes, siç është Estonia ose vendet e Balltikut, Finlanda, Suedia, Polonia, Rumania, Bullgaria, nuk është i njëjtë me rrezikun që ballafaqohet Portugalia dhe Spanja. Por Portugalia dhe Spanja, po vendet e tjera të cilët nuk kanë arritur 2%, janë pjesë të një aleance. Dhe kjo quhet Aleanca e NATO-s. Në bazë të traktatit të Washingtonit, artikullit 5, që thot një për të gjithë dhe të gjithë për një, në rast të rreziku, edhe të konceptit të ri strategjik të NATO-s, të miratuar në summitin e NATO-s në korrik të vitit 2022 në Madrid, thot që NATO-ja do të mbrojë çdo centimetër të territorit të saj, duke filluar nga centimetri i parë. Pra që nga vija nga kufiri. Pra atëherë këta vende duhet të përgjigjen. Atëherë vendet europiane duhet të investojnë në fushën e mbrojtjes. E dyta, duhet të investojnë në industri, pasi vendet europiane kanë një industri të mbrojtje të fragmentuar, e pa aftë për të shërbyer forcat armatosur, pasi një numër i madh vendesh europiane kanë sisteme të panumërta, të cilët në rast të një agresioni apo të një situate krize, nëse forcat e një vendi apo tjetër do të ndodhen në fushë luftimit, nuk do të jenë në gjendje të mbështesin njëra tjetrën për arsye të sistemeve të ndryshme. Po të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 1, 2, jo më shumë se 3 sisteme. Pra atëherë kjo ka detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i vërë përpara përgjegjësisë vendet europiane. Përpara se të vendet europiane, sidomos vendet anëtare të NATO-s, të merren me politikën amerikane, duhet të merren me politikën e tyre të brendshme. Çfarë do thotë politika e tyre brendshme? Merret me zhvillimet e tyre ekonomike, politike dhe ushtarake. Europa duhet jetë edhe të bëhet një aktor vendimmarrës, me një zë të fuqishëm, po që ta bëjë atë duhet të bashkëpunojë. Dhe bashkëpunimi nuk ka vetëm këtë anën e asaj medalje që ne kritikojmë Trumpi apo diçka tjetër. Ka dhe një anë tjetër të medaljes që do të thotë që në këtë medalje duhet bashkëpunim dhe ka përfitime. Nëse vendet do të bashkëpunojnë dhe do të bëjnë sisteme të njëjta, do të kenë përfitime. Unë do të jap një shembull nga Afganistani. Në një nga bazat ushtarake të NATO-s në Afganistan, vendet nuk bashkëpunojnë dot ose nuk ndanin karburantit, pasi karburanti nuk ishte i njëjti për pajisjet që ata kishin në terren. Pra e bën të pamundur në këtë rast ulte ndërpërkushmërinë e forcave, efektshmërinë e tyre në veprimet luftarake ose në veprimet jashtë garnizonit dhe njëkohësisht rriste koston për forcat armatose, por edhe për taksa paguesit e vendeve. Pra kjo është ajo gjitha e piktura që vendet europiane duhet ta marrin në konsiderat nëse duhet të bëhen një forcë politike, ekonomike dhe ushtarake nesër me një zë të fuqishëm dhe një aleat shumë i besueshëm dhe i barabartë krah për krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Europa ka nevojë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nevojë për Europën. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi të dy, si Europa, Bashkimi Evropian dhe NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë demokraci dhe demokraci të zhvilluara. Të edhe qartë, mirë, se si do të transformohet Europa dhe kush po e bën thirrjen për diçka të tillë, do ta zbulojmë menjëherë pas një shkputje të shkurtër publicitare. Europa duhet të përgatitet për momente të tjera armiqësore me Shtetet e Bashkuara, të cilat janë hapur anti-europiane. Kjo ishte deklarata e presidentit francez Emmanuel Macron për disa media europiane, i cili theksoi se administrata e Donald Trump kërkon shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Administrata Trump është hapur anti-europiane dhe po kërkon shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Është koha për të zgjuar, është koha për të dalë nga një gjendje papjekurie. Macron parashikoi tensione të mëtejshme në një kohë kur marrëdhëniet mes bllokut dhe aleatit për te oqeanit kanë rënë në një moment qetësie. Lideri francez theksoi se Bashkimi Evropian nuk duhet të ngatërrojë këtë qetësi me një ndryshim të qëndrueshëm pavarësisht një pauze në kërcënimet amerikane ndaj Groenlandës, tregtisë dhe teknologjisë. Macron theksoi se kërcënimet ndaj ishullit gjysmë autonom danez duhet të shërbejnë si një thirrje zgjimi për të çuar përpara reformat e vonuara prekosh për të forcuar fuqinë globale të bllokut. Kur ka një akt të qartë agresioni, mendoj se ajo që duhet të bëjmë është të mos përulemi ose të përpiqemi të arrijmë një zgjidhje. E kemi provuar këtë strategji për muaj të tërë, nuk po funksionon. Macron nuk kërkoi udhëheqësve të Unionit të përdorin një summit në një kështjellë belge këtë javë për të injektuar energji të re në reformat ekonomike dhe për të forcuar aftësinë e bllokut për të përballur me Kinën dhe Shtetet e Bashkuara në skenën botërore.
Europa do duhet të zgjohet, thot Emmanuel Macron, I cili duhet thënë se edhe përpara ardhjes së Donald Trump në pushtet është mbajtur mend për një fjalim të rëndësishëm që mbajti në Berlin, ku tha se prioriteti I Washingtonit nuk ishte më Europa, por ishte Kina dhe aleat të tjerë, ose më saktë armiq të tjerë, të cilët mund të vendosnin në rrezik sigurinë e saj kombëtare. Kreu Elizez deklaroi gjithashtu se përveç këtij zgjimi, Europa do duhet kuptojë se kemi përballë një administratë amerikane anti-europiane që kërkon shpërbërjen e vet Unionit 27 antarësh. Profesor Shala, një degradë e guximshme nga Macron, por është kjo e vërteta me cilën përballemi sot? Unë do ta quaja fjalën e Macron do ta quaja një doktrinë për Europën, në mënyrë që Europa të kthehet në një fuqi. Pra, është një fuqi të madhe ashtu si fuqitë e tjera të mëdha, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, pra tjetë të mos ne diskutuam edhe herën e kaluar, domethënë, kështu si po shkojnë punët, domethënë me zhvillimin, me rendin botror, me ndryshime të mëdha, ose do të jesh në truez ose do të jesh në menu. Dhe Europa, nëse do të rri kështu siç është dhe nuk do ndryshojë siç thot Macroni, jo larg do të kthehet në aktor të dorës së dytë. Pra, do të jetë edhe në menu. Fakti I Groenlandës si pjesë e Europës ishte në menu. Tjetër gjë pasaj që u zgjidhen. Unë desha të them që në analizat që ne bëjmë, ne nuk më shtetemi thjesht në informacionet e gazeta, por edhe në fjalën e autoriteteve kryesore, dhe desa gjithë autoritetet kryesore e quajnë kërcënim rastin e Groenlandës dhe e quajnë një çarje. Trump u tërhoq, ta nuk do të sulmoj kur një votela. E u tërhoq, po masi le damin, masi që duke shkaktuar një krizë brenda NATO-s, por pasi europianët u shtrënguan krahët njëri me tjetrin dhe dolën hapur kundër, natyrisht që Trumpi është njëri I marrëveshjeve dhe e kuptoi se diku do të shkojnë, por ai siguroi ato që duhet të siguronte. Domethënë, ato edhe ai e arriti qëllimit, por edhe NATO u mbrojt sepse po shkonte kishte rrezik që të pësonte një qarje të madhe dhe këto që po I themi ne I kanë thonë liderët e Europës, nuk është se janë komente gazetash, domethënë janë deklarata politike dhe çdo lider e Europës mban përgjegjësi për deklaratat e tij politike, ashtu siç ban edhe Macron. Tash pse them është doktrinë? Është doktrinë sepse për herë të parë Europa nëpërmjet Macronit ose Macroni vetë don që Europa të kthehet në një fuqi, pra të ketë një ambicie politike. Pra, sepse për të bërë fuqi nuk mjafton të kesh pasuri, po duhet të kesh edhe ambicien. Vetë fuqia është ti diktosh tjerët për qëllimet e tuaja. Pra në aspektin në këtë aspekt, pra për herë të parë Europa duhet të kthehet, thot Macron, duhet të kthehet në një fuqi. E para fuqi ekonomike dhe këtu ka një rëndësi të veçantë sistemi I euros. Macron krahason me dollarin, dollari ka filluar, thot ai, të politizohet. Çdo thot të politizohet dollari. Vetë në hyrja e presidentit Trump në rezervat federale kanë ngjallur panik në tregjet botërore. Duhet I themi të vërtetat ashtu sikur se janë. Domethënë kanë ngjallur panik ndër hyrja e presidentit Trump, shkarkimi I një autoriteti vendosin një autoriteti tjetër. Dhe kjo bën edhe përpara se të ndodhte kjo, shumë shtete kanë synuar që ta menjanojnë dollarin nga shkëmbimet. Pra, kjo cënon direkt pushtetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ai mbështet edhe në forcën e dollarit si monedhë kryesore këmbimi. Macron në këtë rast synon që Europa mos jetë thjesht një euro që përdor Bashkimi Evropian, mos jetë thjesht një rregullatore, po të jetë një të përdoret edhe për qëllime strategjike. Pra, duke përdorur si ekuivalentet e dollarit, ne duhet arrijmë për këtë synimi I tij. Pra, kjo është shumë e rëndësishme, nga ana tjetër të kthehet një fuqi ushtarake. Du të kesh ushtri të fortë, du të kesh parasyunimi këtu është ajo që ne kemi diskutuar edhe herë tjetër që duke mos e anatemuar NATO-n, absolutisht, NATO ka vendin e saj, rolin e saj dhe do të bashkëpunojmë me Shtetet Bashkuara për aq kohë sa kanë interes të përbashkët. Dhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interes që NATO në këto kushte të vazhdojë dhe do të vazhdojë. Dhe edhe strategjinë e mbrojtjes kombëtare ata përmendin këtë që nuk ndryshon në gjë e madhe për një vit paktën, se ajo strategji e mbrojtjes kombëtare është apo aty dokumenti me autorizimin mbi përdorimin e pushteteve tjera është që janë akte që dalin për një vit dhe
nuk është se ka ndryshime në raport me Europën, po këtu bëhet fjalë për një autonomi strategjike. Jo, nuk bëhet fjalë, Macron nuk është anti-amerikan, nuk e ka për anti-amerikanizëm, po e ka për një pavarësi strategjike. Dhe pavarësia e cila do duhet ishte e rëndësishme. Do të ishte domethënë për të kthyer një fuqi. Ndryshe Europa, nëse nuk kthehet në fuqi, Europa do jetë dytësore dhe do të merren tjerë me Europën. Një faktor gjeopolitik dhe një faktor i rëndësishëm, siç thot Macron, një lider global. Ndërkohë, Kolonel Toce, duat ndalem sërish tek ju, pasi shpeshherë Macron është i njohur për këto deklaratat të cilat kërkojnë të shkaktojnë një sensacion, ndërkohë që marrëdhëniet e tij me Donald Trump janë të ditura për mbar botën dhe janë një histori e cila ka shpesh momente pikante, ka shpesh momente qesharake, siç ka edhe momente përplasjesh të forta ose të paktën kështu na servire ne në pjatë të ftohta. Ndërkohë, deklarata e Macron duket sikur është një deklaratë që nuk i thotë Europës zgjohu për pavarësinë tënde, por zgjohu për të kuptuar dhe për ta shtyr pra perëndimin drejt një armiqësie, thojnë nëse mund ta themi kështu, me vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mendoni për thirrjen e presidentit francez? Po, presidenti francez shquhet për deklarata të tilla ose shquhet si nismëtarja e saj për shembull në lidhje me luftën e Ukrainës, kur thoshte që ne europianët nuk duhet të vendosim vija të kuqe, pa që si çdo vije kuqe do të merret si shenjë dobësie, sidomos nga ata që janë kundërshtarët tanë, dhe në këtë rast kishte parasysh Rusinë. Por unë një gjë do të nënvizoj tek ajo që zoti Macron ka përmendur, që thot Europa zgjohu. Unë e shoh në një këndvështrim tjetër, jo në atë këndvështrimin tjetër që Europa duhet të zgjohet, sepse për Amerika do të jetë një nga kundërshtarët ose armiqt më të mëdhenj të Bashkimit Evropian apo të vendeve europiane të NATO-s. Kjo nuk ka për të ndodhur dhe nuk po do. Kjo është retorika politike. Po është vërtet, është retorikë politike, është një deklaratë politike, po është vërtet, është një deklaratë politike dhënë nga një president, siç është presidenti Macron, presidenti i Francës. Nuk është komentuar nga Trumpi, dihet që marrëdhëniet ndërmjet dy presidentëve, presidentit Trump dhe presidentit Macron, për atë që ne kemi parë dhe kemi dëgjuar, në atë që shohim, pra atë që është dukshme, se ka dhe një botë tjetër ose një aspekt tjetër që është aspekti i padukshëm. Atë aspektin e padukshëm ne nuk e shohim. Dhe ai aspekti i padukshëm diskutohet në paraditore, diskutohet nëpër tavolina trumbullata, diskutohet në takime ku media nuk është e përfshirë dhe vazhdon hecën normalisht. Kurse në ato që është të dukshme ne debatojmë nga mëngjesi deri në darkë për të gjetur disa të çara në këtë marrëdhënie ndërmjet presidentit Trump dhe president Macron. Po mund të ketë, çdo marrëdhënie ka një moment pozitiv. Në një marrëdhënie mund të ketë një moment jo pozitiv që mund të jetë mosmarrëveshje, dhe kjo mund të jetë shkaktuar për shembull nga disa mosmarrëveshje që kanë lindur në lidhje me Groenlandën. Duhet dim një gjë të qartë, që presidenti Trump dhe administrata që e drejton udhëhiqen nga politika maksimaliste. Çdo thot politika maksimaliste? Politika maksimaliste do të thotë që ata arrisin objektivin si në lidhje me Groenlandën, që ne duhet ta blejmë ose duhet ta pushtojmë Groenlandën. Dhe sot ata po negociojnë me qeverinë daneze, nuk flitet shumë, po diskutojnë me qeverinë daneze në lidhje me investimet e ndryshme që duhet bëhen. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë Groenlandën si një nga ishut strategjik për të kontrolluar në një mënyrë linjat e komunikimeve detare në Arktik, ku po marrin një rëndësi të veçantë për të mos i lënë të linja komunikimit detar të kontrolluar nga Rusia dhe Kina. Edhe ky ishull të mos dominohet nga investimet kineze, siç ka ndodhur në shumë pjesë të tjera të botës, në Afrikë, në Amerikën Latine o qendrore të tjera, ku kemi investime kineze. Pra të ketë investime perëndimore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo është një politika maksimaliste që përdor Trumpi dhe ka përdor. Ajo tjetra që thot presidenti Macron që Europa duhet zgjohet, po duhet të zgjohet. Unë dëgjova që ju përmendet që duhet të investojë. Po Europa duhet të investojë. Duhet të investojë në të gjitha fushat. Dhe një nga fushat më të rëndësishme është të investojë që të bëhet një lider, të heq pengesat. Para disa orësh, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, çonte një mesazh të 27 vendeve të Bashkimit Evropian që të heqin barierat për të bërë biznes. Pra dhe sot e kësaj dite, në vendet e Bashkimit Evropian ka pengesa burokratike. Ne, si vend antar i NATO-s, nëse duhet të vendosim forcat nga njëri vend, pra nga Shqipëria, në një vend tjetër, duhet të plotësojmë një numër të pamas procedurash të asaj që njihet si sofa ose marrëveshja për lëvizjen e forcave nga njëri vend tjetër. Kjo ndodh edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian të NATO-s. Një nga komandantët më të lartë logjistik
të NATO-s i vendosur në Gjermani e përmendte këtë si një nga elementet që nuk e ndihmon veprimshmërinë ose lëvizshmërinë e forcave nga perëndimi në lindje pra në drejtim të kufirit lindor, sidomos në drejtim të vendeve të Balltikut, të Rumanisë apo të vendeve të tjera, sepse ka një numër të madh burokracish. Këtë duhet bëjë Bashkimi Evropian. Këtë do të bëjnë europianët të heqin këto burokraci ndërmjet njëri tjetrit, të jenë më të ndërveprueshëm me njëri tjetrin, të jenë më të bashkëpunueshëm me njëri tjetrin, sepse kanë këtë mundësi, janë vende të pasura, kanë mundësi financiare, pra burime financiare për ta bërë këtë. Por i mungon kohezioni, i mungon bashkëpunimi, i mungon ajo që ata duhet të veprojnë në unitet. Sepse po ta shikoni në Bashkimin Evropian, kemi vende që nuk shkojnë në një linjë me deklaratat që vijnë nga Brukseli. Pra duke parë këto vende të cilët nuk shkojnë në një linjë, krijojnë konfuzitet, e largojnë të qenurit të Bashkimit Evropian një aktor i rëndësishëm dhe i aftë për të mbrojtur dhe një fuqi globale, si thua Macron. Edhe globale, pra po tjetë globale dhe duhet ta bëjë, po sot Bashkimi Evropian, nëse do ta themi, mund të jetë, nëse është një fuqi ekonomike, por edhe këtë nuk e ka në ato nivel të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në procesin e vendimarrjes në NATO ka vetëm 3 vende, të cilët janë të aftë të marrin vendime në mënyrë të shpejtë, të saktë dhe në kohën e duhur, dhe kjo janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Mbretëria e Bashkuar. Të tjerët janë mbrapa këtyre vendeve. Pra nëse do të them të Bashkimin Evropian, atëherë kemi në vende të cilët kanë probleme me procesin e vendimarrjes. Pra ky është një nga ajo që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës që jetë më aktive, më e shpejt dhe më ndërvepruese. Dhe po ta shikojmë në lindjen e mesme, në bazë të doktrinës së Trump që unë përmenda pak më parë, po ta shikojmë, kemi rezultate në lindjen e mesme, në lidhje me paqen. Ka një plan për rripin e Gazës, por edhe një plan tjetër me vendet e Gjirit. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kur deklarojnë që Europa duhet të investojë, kjo është ajo që duhet bëjë Europa sot. Duhet ta bëjë sot, jo nesër. Nëse do ta bëjë nesër, do jetë vonë. Do jetë vonë. Kolonel Çerim Toci, faleminderit që ishe mbrëmjen e sotme në War Report. Profesor Shala, ishte kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në program për gjitha mendimet e vëra. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. Emisioni do të rikthehet sigurisht mbrëmjen e nesër në orën 21 deri atëherë bashkë natën e mirë.